Deri para disa vitesh besoja që nëse ti vërtet përpiqesh shumë, sakrifikon, bën ato gjërat e duhura, planifikon mirë etj, do të arrish diku ose do të arrish ato çfarë ti dëshiron. Por eksperienca më tregoi që pavarësisht punës, kohës, sakrificës, mbilodhjes, vendimeve, veprimeve pafund, diçka duke sikur në fund sabotonte dhe nuk merrje rezultatet që ti dëshiroje ose pritshmëritë e tua. Por deri në atë kohë, unë nuk e dija se kush e drejtonte lojën. Unë nuk e dija se të planifikosh, të ndërmarrësh veprime, ka vetëm 5% aftësi, mundësi që të çojë atje ku ti dëshiron. Dhe nuk e dija që pjesa më e madhe, pra 95% e fuqisë për të arritur suksesin, për të arritur atë që ti dëshiron në çdo aspekt të jetës, varej nga besimet, bindjet që unë kisha në kokën time. Por universi më ofroi një sinkronizitet të mrekullueshëm, nga ata që ti sot e kësaj dite i quan si një pikë kthese në jetën tënde. Më njohu me një teknikë të jashtëzakonshme, me një teknikë të mrekullueshme që ndryshoi totalisht jetën time, që ndryshoi mënyrën se si unë mendoj, veproj, ndryshoi modelet, ndryshoi programimin, ndryshoi bindjet, mënyrën se si çfarë mendoj për veten, çfarë mendoj për të tjerët, për botën, për çdo aspekt të jetës. Sepse ti mund ta duash diçka, por brenda teje mund të kesh modelin, programimin që nuk je mjaftueshëm për ta arritur. Ti mund ta duash diçka, por brenda vetes tënde në mënyrë të pavetëdijshme ti beson që nuk e meriton, nuk je e denjë, nuk përket për ta patur. Ti mund ta duash diçka, por ti beson që nëse do të hedhësh hapin do t'jesh i refuzuar, do t'jesh i braktisur. Ti e do diçka, por ti beson që je i padashur. Ti e do diçka, por ti beson që je i papërzgjedhur. Ti e do diçka, por brenda vetes tënde ke bindjen që je i pa respektuar. E shumë bindje, modele, programime, bllokuese, limituese, negative, pikërisht ato të cilët modelojnë, udhëheqin jetën tënde në mënyrë të pavetëdijshme, sepse flejnë thellë në subkonsciencë. E kështu përmes kësaj teknike të mrekullueshme, unë mësova se si të aksesoj subkonsciencën përmes valve theta të trurit. Mësova si të gërmoj për të gjetur bindjet, modelet, programet që më kishin mbajtur në gjendjen e bllokuar ose që më pengonin, më vështirësonin rrugtimin për të arritur atje ku unë doja. Po ashtu mësova se si t'i çliroj, mësova se si ta riprogramoj mendjen tënde me programe fuqizimi, me mendësi fuqizimi që të më çojnë përpara me lehtësi natyrshëm në të gjitha aspektet që unë dëshiroj. Dhe sot është radha jote për ta hedhur këtë hap. Sot jam gati që të të udhëheq edhe ty për ta mësuar këtë aftësi, e cila do t'jetë një aftësi që ti do ta kesh me vete për të gjithë jetën, që do të ndihmoj ty, por edhe të tjerët, për të gjetur bllokimet, për t'i çliruar dhe për ta riprogramuar veten tënde. Hidh një sy nëpër internet, shiko të gjithë njerëzit nëpër botë që kanë arritje të mëdha, CEO, lider, njerëz që kanë ndërtuar diçka të vërtet, pothuajse të gjithë kanë bërë trajnime për aftësitë e tyre njerëzore. Diploma e universitetit në ditët e sotme nuk mjafton për të qenë i suksesshëm. Ajo të jep një uri teknike që ti të arritësh një punë caktuar. Por aftësitë njerëzore të njohurit të vetes, të dimensioneve të tua, menaxhimit të emocioneve, menaxhimit të energjive të tua, se si ndërtosh marrëdhënie etj. Të gjitha janë këto që të bëjnë të dallosh edhe të ecësh përpara. Askush nuk lind duke i ditur këto gjëra, nuk na i mësojnë nëpër shkolla, por mësohen, praktikohen, duke u investuar në trajnime të veçanta si ky që po të propozoj. Nga data 28 deri në 30 gusht hapet sërish trajnimi i nivelit bazë në të cilën e theta healing, në të cilën mësohen të gjitha shtyllat e kësaj teknike. Të marrësh pjesë në këtë trajnim nuk kërkon që ti të kesh ndonjë aftësi të veçantë, përposë të kesh dëshirën për të ndryshuar edhe për të transformuar jetën tënde. Nëse je gati për këtë hap, nëse je gati që të mësosh se si ta marrësh fuqinë në dorën tënde dhe ta drejtosh ti jetën tënde, ta krijosh ti jetën tënde, ta rimodelosh ti jetën tënde, më shkruaj në
koment, në DM, në WhatsApp, theta, dhe unë do të informoj gjithçka në lidhje me këtë trajnim treditor, në përfundim të cilit do të marrësh edhe certifikatën ndërkombëtare të lëshuar nga Instituti i Theta Healing. Për çdo info, DM, dije se kjo botë i përket guximtarëve. Dritë dhe dashuri për ty.